Edon Zhegrova është i vetmi sulmues në skuadrën e Juventusit për sezonin 2025-2026 që ende nuk ka pasur mundësinë të fillojë një ndeshje qoftë në drejtimin e Igor Tudor apo Luciano Spallettit, duke përjashtuar Arkadiusz Milik, i cili mungon për më shumë se 545 ditësh për shkak të një dëmtimi. Të gjashtë sulmuesit e tjerë të zonjës së vjetër kanë pasur minuta si titular këtë sezon, ndërsa Zhegrova nuk është përfshirë ende në formacionin e parë. Ylli i Kosovës ka kaluar një vit të vështirë për shkak të dhimbjeve në ij, të cilat ndikuan në përgatitjet verore dhe në fillimin e sezonit. Për këtë arsye, vendimet e Tudor dhe Spalletti e lanë atë jashtë formacionit titular. Tani që faza më e vështirë ka kaluar, Zhegrova pritet së shpejti të ketë një shans për të debutuar si titular në Serie A. Sulmi i Juventusit ka pasur vështirësi këtë sezon dhe renditet i pesti për nga golat e shënuar, duke treguar nevojën urgjente për riorganizim, shkruan Calciomercato. Zhegrova mund të sjellë ndryshimin e dëshiruar jo vetëm për golat, të cilët ende nuk janë të shumtë në karrierën e tij, 42 gola në 213 ndeshje me klubet, por më shumë për asistet dhe superioriteti numerik që mund të krijojë në fushë me teknikën dhe driblimin e tij. Futja e Zhegrovës në formacionin titular mund të përforcojë ndjeshëm sulmin e zonjës së vjetër dhe të japë impulsin e nevojshëm për rezultate pozitive në pjesën e mbetur të sezonit, shkruan ky medium italian.